Administrimi nuk mendoj që duhet veçuar midis grave dhe burrave. Mendoj që administrimi ka të bëjë me aftësitë individuale të personit, me informacionin që i ka, me profesionalizmin individual dhe mendoj që një drejtim i suksesshëm i një gruaje të qytetit do të ketë përpara një qytet me burra dhe gra të suksesshëm. Mendoj që kur bëhet fjalë për administrator, përkatësia e gjinisë nuk është në plan të parë. Kur bëhet fjalë për administrator, kemi parasysh profesionist, gra apo burra, njerëz që kanë eksperiencën dhe dijen e duhur, din të menaxhojnë, kanë përkushtimin, kanë vizionin dhe duan të vihen në dispozicion për të bërë më të mirën në detyrën që është besuar apo që kanë marrë në përgjithësi. Në fakt, zonja Diana Mile edhe zonja Voltana Ademi do t'jenë në fokus të këtyre pyetjeve për ditën e sotme, ndërkohë ju kujtoj që mund të na gjeni në paralel RTSH ose mund të shfrytëzoni dhe adresën e postës time personale elektronike kozetakurtibashk@gmail.com. Dgjoj. Është koha e grave. Kështu që çdo grua që ka marrë përsipër funksionin e vështirë të kandidojë në një garë për kryetare bashkie në këto zgjedhje për pushtetin vendor, ne jemi të gatshëm të mirëpresim dhe të marrim edhe mesazhet e tyre në lidhje me këtë. Kemi folur në fakt pse gratë konsiderohen her pas here administratore më të mira, por a janë të gatshme ato që përballë një shoqërie tërësisht maskiliste, dhe këtë duhet ta pranojmë, të jenë qytetaret e para të qyteteve ku kandidojnë. Ne shohim bashkë. Mendoj dhe jam e bindur që gratë munden, ka shembuj shumë të mirë të grave të suksesshme në jetën administrative, në pozicione apo funksione publike në nivel lokal apo në nivel qendror, në fushën e artit, në fushën e arsimit, pedagogët e universitetit, në fushën e mjekësisë, në fushën e administrimit publik, apo dhe në karrierën politike, të cilat janë aty për shkak të kontributit, të sakrificës, të sfidës dhe të përkushtimit të vetë atyre për të qenë aty dhe për të kontribuar për shoqërinë. Po Gradeci mendoj që nuk e ka të theksuar këtë fenomen. Mendoj që po gradecarët janë njerëz të butë që mirëpresin turistët, mirëpresin edhe figurën e një gruaje në drejtim, kështu që mendoj që nuk është një detyrë e rrezikshme, mendoj që do jetë një sfidë e suksesshme edhe për një grua në drejtim të tij. Por çfarë thonë zgjedhësit, ata të cilët me 21 qershor por jo vetëm shkojnë në dyert e qendrave të votimit për të shprehur vullnetin e tyre me votë. Shpeshherë ne tregojmë të pakënaqur me mjediset e qyteteve ku jetojmë dhe më së shumti themi që a ka mbetur gjë për të bërë, apo shpeshherë ndodh që ca gjëra janë bërë gabim dhe që të sqarohet e gjithë situata duhet të ç'bëhen, të vinë në formën fillestare në mënyrë që ne të ndjehemi të qetë. Këtu mund të futen, po themi, masakrat urbane, në emër të cilave ne flasim për herë, nepotizmin, punësimin për shkak të bindjeve politike dhe të tjera si këto. Çfarë janë të gatshme të bëjnë zona për të ndryshuar këtë realitet? Unë e njoh shumë mirë po Gradecin, njoh problemet e tij, në këtë periudhë po njoh edhe zonat përreth, të gjitha fshatrat që do të bëhen tani pjesë e Bashkisë së Madhe dhe çdo ditë mendoj se si ne t'i rregullojmë problemet, hallet që kanë banorët e po Gradecit dhe të zonave përreth, njëkohësisht dhe për projektet e reja. Kështu që ne duhet të mendojmë që po Gradecin ta bëjmë një qytet sa më të mirë dhe të bukur. Sot Shkodra është një ndër qytetet e bukura në Shqipëri, në të cilin jetojmë më mirë, mirëqenia është më e mirë, është vend mikpritës për turizmin dhe për të gjithë ata, për turistët, dhe për të gjithë ata që duan të kthehen në Shkodër. Sigurisht në Shkodër ka për të bërë, shumë për të bërë, sidomos në kuadrin e një territori më të gjerë në administrimin e Bashkisë së Re dhe në këtë kontekst sfidë mbetet zhvillimi i balancuar i të gjithë territorit të Bashkisë së Re të Shkodrës. Nuk e di nëse vërtet gratë shohin gjëra që burrat nuk i shohin, apo ne, duke qenë dhe pak feministe, po themi, na pëlqen të diskutojmë kështu. Ne themi që
ka ca gjëra që lidhen drejt për së drejti me funksionimin edhe mirëritjen e fëmijëve, të brezave të ndryshëm, të moshës së tretë. Nuk e di nëse jemi të gatshëm për të pranuar që burrat dhe gratë për shembull i shohin çështjet që lidhen me çerdhet, me kopshtet, me shkollat, me parqet, me këndët e lërave, po njësoj, por në të vërtetë, a ka gjëra që i shohin gratë, por nuk i shohin burrat? Çështjet që lidhen me arsimin, me shërbimet sociale, me shtëtsinë, me familjen, fëmijën dhe gruan, mirëqenien, sigurinë, janë çështje që kanë ndjeshmërinë dhe përkushtimin që gratë i karakterizon. Këto aspekte mendojnë që i karakterizojnë gratë në drejtim dhe në rastin e administrimit të Bashkisë së Shkodrës do të jenë prioritet për të mbështetur. Në të vërtet, gratë mendohen që në familje janë personat më të kujdesshëm që kujdesen për fëmijët, për edukimin e tyre, edhe për gjendjen ekonomike, dhe mendoj që janë aftësi të cilat kanë prioritet për të menaxhuar akoma më mirë. Programet përfshin një situatë shumë të gjerë, sepse sigurisht parashikojnë një mandat të tërë në krye të një qyteti, megjithatë, çdo fitues i garës elektorale ka, besoj, të gjithë ne besojmë, prioritetet dhe një renditje të çështjeve më kryesore, nga të cilat duhet ta nisi punën si kryetar apo kryetare e re e bashkisë. Shohim bashkë cilat janë prioritetet. Pogradeci tani është një bashki e madhe. Zona urbane bashkohet me 7 komunat e tjera dhe projekti jon është që këtë Pogradec të madh ta kthejmë në një qytet turistik 4 sinor. Unë jam arkitekte dhe tashmë e kam të qartë projektin e Pogradecit. Do filloj të punoj për Pogradecin duke u kujdesur për pjesët më të rëndësishme të tij, jo vetëm në zonën e qytetit, por edhe në zonat e tjera për të bërë ndërlidhjen e tyre për të arritur një zhvillim të barabartë. Gjërat më të rëndësishme janë infrastruktura ndërlidhësme. Ne e dim që tashmë ka filluar puna për autostradën Qukës-Qafploç, por rrugët e lidhjes së komunave dhe të gjitha fshatrave me këtë autostradë, të cilat do të çojnë në një zhvillim më të madh të zonës, do të jenë gjërat kryesore të punës të bashkisë. Jo më pak e rëndësishme është unaza e qytetit, për të cilën unë kam filluar të kujdesem që tani dhe është një nga gjërat e infrastrukturës të cilën do ta realizojmë patjetër që ky qytet të zhvillohet në të gjithë zonën urbane që ai ka. Por në të gjitha këto punë, kryesorja është Asambleja e qytetit. Të gjitha projektet e reja do të kenë të përfshirë komunitetin. Ne së bashku do të realizojmë këtë qytet të bukur turistik. Në asamble do të marrin pjesë njerëz nga profesione të ndryshme, njerëz të cilët kanë ide, kanë projekte, kanë sugjerime, trajtojnë problemet dhe do të jenë gjithmonë pjesë e qeverisjes të qytetit. Mendoj që Pogradeci ka nevojë për të trajtuar me një frym pozitive për hapësirat publike, për projekte brenda zonave urbane. Jo vetëm liçeni, por në hapësirat publike do ketë një stol për të ulur një i moshuar, do ketë lojra për fëmijë, do ketë ndriçim dhe të gjitha këto do bëjnë që cilësia e jetës të banorëve të jetë më e lartë. Por turizmit të vijës breg liçenore nga Lini në Tushemisht nuk do të ngelet vetëm me liçenin, por do të ketë shtuara dhe vlerat kulturore. Nuk do lëm pa përmendur mozaikun apo kalan e qytetit. Kalaja e qytetit ka rënojat e kalas të Enkelejve, por atje ne do zhvillojmë përsëri dhe vreshtat për të bërë verën e Pogradecit. Ashtu siç e kemi pasur tradit, mendoj që duhet ta rikthejmë atë tradit për të mbjellë rrush, për të bërë vreshta, për të ndërtuar një kantinë ku ne të bëjmë verën tonë të qytetit tonë. Mendoj që edhe zonat e tjera do kenë prioritet një lloj si qyteti. Mendoj që në zonat ku
ku prodhohet qershia apo pyllin e gështenjave, ne do mundohemi që në fillim të kemi projekte të sakta, subvencionimi apo mënyra trajtimi, që të gjithë fermerët të kenë mundësi që t'i shtojnë produktet e tyre, por edhe t'i tregtojnë ato, t'i përpunojmë, dhe në vëmendjen tonë do jetë një pikë grumbullimi dhe përpunimi e qershisë, por jo vetëm e qershisë, edhe e produkteve të tjerave të zonës tonë. Dhe zonat e komunave të Mokrës, ne kemi kushtuar një vëmendje të veçantë për ato resurse që zona e Mokrës ka. Atje përveç bujqësisë, ne mendojmë që të zhvillojmë ose të përmirësojmë jetën e banorëve, por edhe të turistëve që do vizitojnë këtë zonë, me një qendër kulturore, apo qoftë edhe me një muze që ne mendojmë të bëjmë atje për vlerat etnografike që ajo zonë bartë. Dhe këto janë vlera etnografike të pandryshuara që edhe gjatë pushtimit otoman. Mendoj që ka vlera autoktone shqiptare si zonë. Përveç këtyre, mendoj që prioritet në punën tonë të përditshme do të kenë edhe grupimet e ndryshme, ashtu si që janë të rinjt apo mosha e tretë. Të rinjt janë ata ajo pjesë, e mendoj që ka një dëshirë shumë të madhe për të punuar për qytetin, dhe në të gjitha projektet për turizmin, edhe për zhvillimet e tjera për bujqësinë, mendoj që ata do jenë të përfshirë në këto projekte, do jenë pjesë e tyre, do dëgjohen në të gjithë punën tonë. Qeverisja me pjesëmarrje është vizioni punës sonë. Është mënyra se si ne do të punojmë. Planifikimi dhe buxhetimi me pjesëmarrje. Ndërtimi, krijimi dhe bashkëpunimi me grupet me bazë komunitare në vendimarrjen për atë çfarë ne do të bëjmë në Bashkinë të Shkodrës, do të jetë një instrument që do të zhvillohet dhe do të siguroj atë që ne shpesh e quajmë bashkëqeverisje. Kuptohet që në kuadrin e një territori më të gjerë të administrimit të bashkisë, ristrukturimi dhe modernizimi i punës në administratën publike përbën një sfidë tek e cila mbi të cilën me njëherë ne do të punojmë. Përbën sfidë, sidomos në kuadrin e vështirësisë së përcaktimeve ligjore të munguara nga qeveria për instrumentat që do duhet të aplikohen për të mbushur atë hapësirën boshe në kuadër të kalimit nga komuna në njësi të madhe administrative. Zhvillimi territorial, zhvillimi i ekonomisë është synimi ynë për mbështetjen e ndërmarrjeve, biznesit të vogël dhe të mesëm, përmes politikave fiskale, ndërmjetësimit, nxitjes së pjesëmarrjes të këtyre aktorëve dhe nxitjes së punësimit. Kuptohet, edukimi dhe trajnimi profesional i lidhur me tregun e punës do të jetë prioritet në këtë kontekst i parë si një mundësi reale, jo vetëm për rritjen e punës, por sidomos për rritjen e ekonomisë së qytetit së Bashkisë së Re të Shkodrës. Infrastruktura është një ndër çështjet e adresuar në programin ton politik, në programin ton lokal, i cili vendoset si prioritet sidomos në kuadrin e një kërkese për një zhvillim të balancuar, që do të thotë në Shkodrën, pra në Bashkinë e Re të Shkodrës, të përbërë nga disa njësi territoriale ku dukshëm vërehen ndryshime të zhvillimit, qoftë në infrastrukturë apo në probleme sociale specifike që lidhen me territore dhe zona të caktuara specifike, nevoja për të pasur një integrim në këtë zhvillim të gjithë territorit, në të njëjtën mënyrë të balancuar. Bashkia është institucioni i cili i shërben qytetarëve në standardin e kërkuar. Mbetet sfidë në kuadër të balancimit, të zhvillimit, nevoja për ofrimin e ujit të pishëm në të gjithë territorin, funksionimit të shkollave, ambienteve sportive, të hapësirave në dobi të komunitetit, të fëmijëve dhe të grupeve në nevojë, mbetet sfidë mbështetja e infrastrukturës tjetër ndihmëse përsëri për shërbimet publike, që janë
infrastrukturë, qoftë për sigurinë, dhe këtu e kam fjalën për ndriçimin rrugor, dhe shërbime që ndikojnë direkt në mirëqenien dhe në jetën e mirë të qytetarëve, që janë shërbime bazë, funksione bazë të Bashkisë së Shkodrës. Pastrimi, gjelbrimi, ndërtimi parqeve dhe krijimi një jete sa më të mirë sociale në komunitet. Ne do të mbështesim shumë me investime, por jo vetëm, edhe me projekte të veçanta, për të cilat ne do të bashkëpunojmë me të gjithë faktorët dhe organizatat që aktualisht operojnë në Shkodër dhe janë shprehur të angazhuara për të ndihmuar në këtë drejtim në lidhje me infrastrukturën, sidomos në arsimin parauniversitar. Ne kemi institucione të arsimit parauniversitar që do të duhen të rikonstruktohen dhe të funksionojnë në një mënyrë ndryshe, në një shkollë të hapur për komunitetin, në një hapësirë të hapur për komunitetin. Ne do të punojmë shumë për përmirësimin e kushteve dhe standardit të ofrimit të shërbimit shtetësor komunitar. Është funksion i bashkisë dhe do të vazhdojë të mbështetet. Kjo vlen sidomos në zonat problematike ku ky shërbim është i munguar, por sidomos në zonat turistike, dhe këtu e kam fjalën për shembull për zonën e Thethit apo për zonën e Velipojës, e cila kërkon një vëmendje të madhe. Shërbimet sociale, Shkodra ka një eksperiencë shumë të mirë, përsëri në kuadër të një reforme administrimi territorial, nevoja për hapjen, shpërndarjen, integrimin dhe koordinimin e shërbimeve sociale në territor është sfidë. Kultura, folklori, tradita e zonave që i bashkohen Bashkisë së Re të Shkodrës. Betet sfidë, mendojmë që do të jetë risi aktiviteti mbështetës i Bashkisë së Shkodrës në këtë drejtim. Mirë, ka qenë zonja Diana Mile, kandidate e koalicionit të majtë për Bashkinë e Progradecit, dhe zonja Voltana Ademi, kandidate e koalicionit të djathtë për Bashkinë e Shkodrës. Si që thashë dhe pak momente më përpara, ju mund të kontaktoni në paralel RTSH në faqen tonë në Facebook apo në adresën e postës time personale elektronike kozetakurti@gmail.com. Kemi mbritur në minutat e fundit, unë i falenderoj shumë që keni qenë këtë pas dreke me ne, ju kujtoj që takimi ynë i ardhshëm do të jetë nesër në të njëjtën orë, ndërkohë ju ftoj të ndiqni një material të përgatitur nga gazetarja jon Arieta Çuko për gratë më të suksesshme dhe më të fuqishme të politikës në botë. Natën e mirë, mirupafshim, shihemi nesër. Deri para pak dekadash gratë nuk kishin të drejtë vote, sot ato drejtojnë botën. Edhe pse në përgjithësi është pranuar si profesion i meshkujve, shumë gra lënë gjurmë karakteristike në politikë dhe në pozitën e liderit të shtetit. Mbretëresha Elizabeta II është gruaja që gëzon pushtet dhe ka ndikim të rëndësishëm prej disa dekadash. Asnjë grua lidere e shtetit nuk ka arritur rekordin e saj të jetëgjatësisë së pushtetit. Elizabeta II nuk është thjesht një grua me pushtet të jashtëzakonshëm. Energjia që mbart e ka bërë ta sfidojë moshën. Angela Merkel është vlerësuar në mënyrë të vazhdueshme si gruaja më e fuqishme në botë. Kancelarja e Gjermanisë, Angela Merkel, cilësohet si simboli i ekonomisë moderne të shtetit. Julia Timoshenko ka spikatur jo vetëm si lidere e shtetit të saj, por edhe me imazhin e një biznesmeneje të fuqishme. Julia Timoshenko ka drejtuar Ukrainën pothuajse në 2 mandate dhe ka udhëhequr revolucionin portokalli. Në vitin 2010 humbi në zgjedhjet për presidentet e Ukrainës, por ende mbetet figurë e rëndësishme politike në Ukrainë. Margaret Thatcher, kryeministre e ashpër britanike, e cila u bë një nga udhëheqësit më me influencë globale të periudhës së pas luftës. E njohur me pseudonimin Gruaja e Hekurt, ajo pati rol në rënien e komunizmit. Ka qenë një figurë mjaft kontroverse në ato kohë, e cilësuar nga të majtët si kapitaliste primitive. Politikat e saj ekonomike rivendosën energjinë në Britani, por me kostën e zgjerimit të mëtejshëm të pabarazisë në mes të pasurve dhe të varfërve, e thellimin e problemeve sociale të vendit. Corazon Aquino mori përsipër pozitën e presidentes së Filipineve në vitin 1986 si pjesë e revoltës Fuqia e njerëzve, kohë në të cilën Ferdinand Marcos u rrëzua nga pushteti. Nënë e 5 fëmijëve, pa përvojë politike të mëparshme, ajo arriti të sjellë shumë reforma dhe mbahet mend si fuqi që bashkon. Ellen Johnson, femra e hekurt e Liberisë, është gruaja e parë e zgjedhur si presidente në Afrikë në vitin 2005. Ajo meritoi epitetin e saj pas kalimit të disa viteve në burg për shkak të kritikës së saj ndaj pushtetit të mëparshëm. Golda Meir u bë kryeministre e parë femër e Izraelit në vitin 1969. Ajo udhëhoqi vendin gjatë luftës së Yom Kippurit në vitin 1973 dhe mbetet e vetmja femër që ka drejtuar Izraelin deri më sot. Indira Gandhi shërbeu si kryeministre e parë femër e Indisë prej vitit 1966 deri në vitin 1977
dhe nga viti 1980 deri në 1984. Është femra që ka mbajtur më gjatë postin e kryeministres deri më sot në botë. Gandhi u bë e famshme për sloganin e saj, çrrënjosja e varfërisë, por ajo njihet edhe për emergjencën, një nga periudhat më të diskutueshme të historisë së Indisë. Gandhi u vra në vitin 1984. Maria Isabel Estela Martinez de Perón, e njohur si Isabel Perón, ishte presidentja e parë femre e Argjentinës. Ajo mori pushtetin në vitin 1974 pas vdekjes së të shoqit Juan Perón. Pushteti i saj zgjati deri në vitin 1976, kur ajo u rrëzua, u arrestua dhe u përzu përfundimisht nga junta ushtarake. Benazir Bhutto ka shërbyer 2 herë si kryeministre e Pakistanit gjatë viteve 1988, 1990 dhe 1993-1996. Ajo ishte gruaja e parë udhëheqëse në një shtet musliman. Përveç akuzave për korrupsion, ajo kaloi 8 vjet në mërgim, kur vendi ishte në duart e diktaturës ushtarake. Me të kthyer në Pakistan, ajo u vra gjatë një tubimi fushate për partinë e saj në 27 dhjetor të vitit 2007.